Në Japoni, çdo vit rreth 80.000 persona zhduken në mënyrë të qëllimshme apo misterioze, një fenomen i njohur si yahatsu, që do të thotë të avulluarit. Shumë prej tyre vendosin të largohen vullnetarisht për shkak të borxheve, konflikteve familjare apo stresit të madh nga puna dhe jeta shoqërore. Kjo është një mënyrë për të shpëtuar një realiteti të vështirë, pa pasur nevojë për përballje apo përballim të problemeve. Për të realizuar këtë zhdukje, individët shpesh përdorin shërbime të posaçme të zhvendosjes gjatë natës, të njohura si kompani të zhdukjes. Këto kompani ndihmojnë njerëzit të largohen fshehurazi, të zhdukin gjurmët e tyre digjitale dhe të ndërpresin çdo lidhje me të kaluarën. Procesi zhvillohet në fshehtësi të plot, duke e bërë shumë të vështirë për familjarët apo autoritetet t'i gjejnë. Fenomeni i yahatsu nxjerr në pa anën më të errët të shoqërisë japoneze, një shoqëri ku turpi, dështimi dhe presioni për të qenë në përputhje me normat sociale çojnë shumë persona drejt izolimit ekstrem. Edhe pse Japonia është ndër vendet më të zhvilluara në botë, ky fenomen tregon se zhvillimi ekonomik nuk garanton gjithmonë mirëqenie emocionale apo sociale.